Në sensibilizimin e popullatës për masat e marra kundra zjarrit për sezonin e verë që po vjen. Temperaturat e larta për sa kanë filluar, edhe duhet ne kemi një përvojë të mirë gjatë viteve të kaluara, domethënë në rendin e zjarrit, përveç vjet patëm dy raste tre raste një në Luzaj, një në Sinet dhe një në Mëndrak, po falë grupeve që kemi të organizuara në skuadrat sipas fshatrave të vullnetarëve, i neutralizon momente këto. Edhe si vitet e para, detyra jonë, si kryepleq, si administrat, si kontroll kryerësh, si skuadra e ujit të zjarrit, është faza e parë e sensibilizimit, që do të thotë që nëse neutralizojmë kjo periudhë, sipas ligjit është ndaluar për ndezjen e zjarreve, nëse ne jo bëjmë të qartë njerëzve, jemi dhe të mbrojtur nga këto pjesë të tjera.